Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet e televizionit Nova. Sot u shënua për vjetori i ngjarjeve makabre që ndodhet një vit më parë në lagjën e Trimave, ku në një konflikt mes policisë, ushtrisë të maqedonisë dhe grupit të armatosur që njihet si grupi Kumanovës. Nga ky aksion mbeten të vrarë 8 pjesëtar të forcave policore të Maqedonisë dhe 11 persona nga të ashtu quajturit grupi i Kumanovës që udhëhiqej nga Mirsad Ndrecaj dhe Beg Rizaj. Nga ky rast që prej asaj dite deri më sot janë të burgosur 29 persona shqiptar, ku ende procesi gjyqësor është i hapur dhe nuk dihet fati të arrestuarve. Data 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar do të ngelen gjatë në memorien e banorëve të lagjes së Trimave në Kumanov. Këto 2 ditë kanë qenë të merr për ta pasi që në afërsitë të shtëpive të tyre u zhvillua një konflikt mes policisë, ushtrisë të Maqedonisë dhe grupit të armatosur që njihet si grupi Kumanovës. Nga ky aksion mbeten të vrarë 8 pjesëtar të sigurimit shtetëror, ku figuron edhe një shqiptar i vrarë, Isamedin Osmani. Nga grupi shqiptar i armatosur mbeten të vrarë 11 persona, ku njëri ka bërë vetvrasje. Shqiptarët e grupit të Kumanovës ishin të udhëhequr nga Beg Rizaj dhe Mirsad Ndrecaj. 29 persona shqiptar të burgosur, kryesisht nga Kosova, janë ende në procedurë gjyqësore, ku disa herë kanë deklaruar se janë të pafajshëm. Dëshmia e fortë nga seanca gjyqësore për rrjedhën e aksionit është edhe nga pjesëmarrësi shqiptar tani burgosur Nasuf Beqiri. Kërkoj prej BE-s dhe SHBA-s të zbardhin rastin sepse ne nuk jemi terroristë. Beg Rizaj dhe Mirsad Ndrecaj na kanë thënë se ne vetëm do të jemi figura dhe nëse vjen policia, do të gjuani vetëm lart dhe nuk do t'i sulmoni ato. Edhe një fëmijë 2 vjeçare di se ne kemi qenë të shfrytzuar për qëllime politike, prandaj nuk e pranojmë fajin dhe kërkojmë drejtësi. Ka pohuar Nasuf Beqiri, i akuzuar në mesin e 29 personave. Sot është 1 vjetori i këtij aksioni, ende nuk është zgjidhur ky rast. Qytetarët e lagjes së Trimave thonë se shtëpitë e dëmtuara nga ky aksion janë rregulluar pjesërisht nga fondet ndërkombëtare dhe ato vendore. Pareja e cila nuk kompenzohet është trauma dhe dhimbja shpirtërore që janë duke përjetuar ata tash 1 vit. Për ngjarjet të Kumanovës ka reaguar edhe RDK e Vesel Mehmetit, e cila ka kërkuar që rasti të zbardhet. Në momentin kur të gjithë ne po përgatitenim për të festuar këtë datë, në orët e mëngjesit të 9 majit të vitit 2015, ndodhen ngjarjet e Kumanovës që do të ngelin në memorien e gjithë shqiptarëve për një periudhë të gjatë kohore. Duke qenë të vetëdijshëm se ngjarjet e Kumanovës patën potencial të nxisin një konflikt të ri ndëretnik në vend, duhet patjetër e vërteta e këtij konflikti të zbardhet deri në fund. Rilindja Demokratike Kombëtare kërkon që sa më shpejt që është e mundshme të zbardhet e vërteta për ngjarjet e Kumanovës. Sot me rastin e ditës së Europës dhe ngjarjes së Kumanovës u protestua në moto Dita D për drejtësi, dinjitet dhe demokraci. Protesta filloi në orën 17:30 e organizuar nga Këshilli Opozitar, ku protestuesit marshuan nga Parku i Çajirit deri te qeveria. Ashtu edhe siç u paralemrua, protesta e sotshme Dita D në Shkop ashtu edhe ndodhi, në moton Dita D për drejtësi, dinjitet dhe demokraci. Protesta filloi rreth orës 17:50 në Parkun e Çajirit deri te qeveria e Republikës së Maqedonisë. Në protestë morën pjesë shumë fytyra të njohura publike. Protesta ishte masovike ku një numër shumë i madh i qytetarësh kishin dalur që të shprehin mlefin e tyre ndaj kësaj qeverisje. Sipas organizatorëve, kjo protestë ka për qëllim të tregojë se jo të gjithë shqiptarët janë të nënshtruar dhe të përulur para shefave të VMRO-s. Kjo protestë konsiderohet se do të jetë një prej kundërpërgjigjeve më serioze të gjithë atyre që janë të pakënaqur me gjendjen dhe realitetin politik në Maqedoni. Gjithashtu, edhe në Kumanov në marshin protestues të organizuar nga Këshilli i Familjarëve të lagjes së Trimave u protestua në mënyrë paqësore, ku protestuesit ecën nëpër rrugët e qytetit duke përfunduar marshin aty ku ka filluar gjithsesisht në lagjen e Trimave. Protestuesit ishin të veshur kryesisht me ngjyra kuqeze, me trëndafila në dorë dhe fotografitë e Zamira Jasharit, vajzës nga lagja e Trimave që pushtoi faqet e mediave botërore me fotografinë e saj, ku duket e shqetësuar nga ngjarjet e 9 prillit. Disa fëmijë të rinj dhe qytetarë të Kumanovës vazhduan të marshojnë heshtazi rrugëve të Kumanovës. Në duar të marshuesve mund të shihen pankarta me mbishkrime Stop terrorit shtetëror, terrorizmi nuk ka këmbë as fe, stop rasteve të montuara ndaj shqiptarëve. Marshuesit protestuan në heshtje duke u solidarizuar me heshtjen e institucioneve për zbardhjen e rastit të Kumanovës.
Edhe më tej vazhdon konfrontimi mes LSDM-s dhe VMRO-DPMNE për zgjedhjet e paralajmëruar më 5 qershor, ku VMRO-DPMNE me partitë e koalicionit mbeten në pozicionet e mëparme se zgjedhjet duhet të mbahen më 5 qershor. Kurse nga LSDM-ja kërkojnë që zgjedhjet të shtyhen pa përcaktuar ndonjë datë të mundshme. Ndërsa për vendimin e abolicionit të presidentit Ivanov, të dyja partitë mbajnë qëndrim të ngjajshëm, ku nga VMRO-DPMNE kërkojnë që të anulohet vendimi, ndërsa nga LSDM kërkojnë që vendimi në fjalë të tërhiqet. Nuk ka parafrim të qëndrimeve në mes të partive politike për dalje nga kriza. VMRO-DPMNE me partitë e koalicionit mbeten në pozicionet e mëparme se zgjedhjet duhet të mbahen më 5 qershor, kurse LSDM-ja kërkon që të shtyhen pa përcaktuar ndonjë datë të mundshme. Ekspertët dhe analistë politik thonë se një nga zgjedhjet e para të kësaj krize duhet të jetë opsioni që kuvendi të anulojë vendimin përmes një ligji ose të shkohet me interpretim autentik, ndërkaq në lojë është edhe anulimi përmes procedurës administrative. Ndërsa sa i përket vendimit të kryetarit Ivanov për falje në këtë pikën nuk ka shumë dallime, partitë më të mëdha politike maqedonase të cilat janë një zëri se ajo duhet tërhiqur. Nga VMRO-DPMNE kërkojnë anulimin e vendimit, ndërsa nga LSDM-ja kërkojnë që vendimi në fjalë të tërhiqet. Ndërsa njohësit e drejtësisë kanë propozuar që partitë duhet të propozojnë që gjykata kushtetuese të anulojë vendimin për shpërndarjen e kuvendit, si jo kushtetues, por shqyrtohet edhe mundësia e shkaktimit të krizës në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Nëse nuk ka marrëveshje, atëherë në lojë janë disa mundësi, ndër të cilat edhe koalicioni i gjerë është hyrja e zgjedhjeve për në mes të shtatorit ose kthimi në pushtet politik të qeverisë Gruevski Ahmeti. Ndërsa në disa media të vendit derisa po zgjat kriza politike e protestave po rrotullohen spekulime të ndryshme se gjoja fondacioni Soros po argjon nga 15.000 euro në ditë pra rreth 5.3 milion euro në vit për të rrëzuar qeverinë e Maqedonisë. Këto media fajsojnë se mjetet e Sorosit shkojnë edhe për partinë e LSDM për të mbështetur aktivitetet e saj, ndërkaq në punën e saj mbi 20 vjeçare Soros ka harxuar rreth 100 milion euro. Akuzat të rënda drejtuar partisë më të madhe shqiptare në pushtet BDI-s duke i quajtur ata si strukturë terroriste. Kjo ishte deklarata ishte deputetit dhe drejtori aktuali Arkivit Shtetëror Filipe Petrovski. Petrovski ka pohuar se BDI nuk është parti, por strukturë terroriste të cilën perëndimin në vitin 2001 e transformoi në parti, duke theksuar se vlera e tyre është aq e madhe sa që është përçarja midis maqedonasve. Ata tani mund të bëjnë ankandë nëse do të ketë zgjedhje ose jo, me sus të shtypur nga ndonjë ambasadë. Ish deputeti dhe drejtori aktuali i Arkivit Shtetëror Filip Petrovski ka bërë akuza të rënda në drejtim të partisë më të madhe shqiptare, Bashkimit Demokratik për Integrim, duke i quajtur ata si strukturë terrorist. Petrovski ka pohuar se BDI nuk është parti, por strukturë terroriste të cilën në perëndimi në vitin 2001 e transformoi në parti dhe për këtë i kanë borxh këtyre sponsorëve, sepse nga ato krijuan edhe strukturë terroriste edhe strukturë politike. Petrovski është i qëndrimit se BDI nuk do të kishte asnjë ndikim nëse maqedonasit do të ishin të unifikuar. Vlera e tyre është aq e madhe sa që është përçarja midis maqedonasve. Ata tani mund të bëjnë ankand nëse do të ketë zgjedhje ose jo, me sus të shtypur nga ndonjë ambasadë, por qytetarët e dinë dhe janë të vetëdijshëm për atë se çfarë është duke ndodhur. Nuk ekziston mundësi juridike për shtyrje të sërishme të zgjedhjeve. I pari këtë datë e përmendi Gjejs Bejli dhe këtë nuk ja ofroi as VMRO-DPMNE e as LSDM. Por sipas tij Zaev nuk ka duruar deri më 5 qershor edhe pse ka një listë të pastër si loti. Sipas Petrovskit edhe një shtyrje zgjedhjeve do të sjellë kaos plotësues në vend, para së gjithash në plan ekonomik. Prandaj, siç thot ai, kush dëshiron mund të merr pjesë në zgjedhje, kush nuk do nuk e ka patjetër. Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos porositi se nuk do të besojnë për veton për Maqedoninë. Ai në ceremoninë në vendin Negush, qytet në veri të vendit. Edhe njëherë përsëriti se Greqia tashmë ka vendosur veton ndaj integrimit të Fyromit për në BE dhe në NATO, dhe se për këtë gjë nuk mund të flitet. Gjithashtu shumë akuza të rënda i drejtoi Maqedonisë duke i cituar ata si falsifikues cinik të historisë greke.
Presidenti grek Prokopis Pavlopoulos porositi se nuk do të bisedojnë për veton për Maqedoninë. Ai në ceremoninë në vendin e Gush, qytet në veri të vendit, edhe një herë përsëriti se Greqia tashmë ka vendosur veton ndaj integrimit të Fyrom, për në BE dhe në NATO dhe se për këtë gjë nuk mund të flitet. Bëhet fjalë për falsifikues cinik të historisë greke, që po sillen si shtete totalitare ashtu si ishte rasti me sjelljen e tyre ndaj refugjatëve. Këto shtete nuk mund të paraqiten si miq të Greqisë. Deklaroi Pavlopoulos. Pas ceremonisë së ushtrisë greke, ai deklaroi se vetoja ngele plotfuqishme përderisa Fyrom po insiston për interpretimin e gabuar të historisë dhe po vjedh historinë greke. Tashmë 3 prilli 2008 është mitologjizuar për grekët si dita Ohi apo dita e re, si një deja vu e 28 nëntorit 1940, ku lideri grek me taksa i tha Ohi jo ultimatumit të Italisë fashiste. Prandaj grekët e kanë kërkuar betejën me SBA-n për Maqedoninë në NATO. Grekët kishin dy mundësi që ta bllokonin Maqedoninë në proceset integruese europiane, duke e detyruar që të ndryshonte emrin në linjën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në linjën e integrimit atlantik. Grekët nuk zgjodhen që ta bllokojnë në Maqedoni në linjën e integrimit europian ku nuk ishte përplasje amerikano-greke. Greqia e ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Maqedoninë, duke i hapur rrugë Maqedonisë që të arrijë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Greqia zgjodhi që ta bllokonte Maqedoninë në linjën e integrimit atlantik NATO, ku Greqia do të ballafaqohej me SBA-n. Policia ka arrestuar një person në fshatin Tanush për transport të paligjshëm të 30 migrantëve, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme dje në orën 11 në afërsi të tuneleve në autostradën në drejtim Demirkapi Veles. Kanë vërejtur një automjet transportues Mercedes drejtuar nga LM 23 vjeç, i cili nuk është ndalur nga shenja e dhënë nga ana e policisë. Pas disa kilometrave, LM e ka ndaluar automjetin pas shka ka ikur së bashku me bashkë udhëtarin RJ 20 vjeç nga Shkupi. Policia e ka arrestuar LM, ndërsa bashkë udhëtari RJ ka arritur të ikë. Policia ka arrestuar një person nga fshati Tanush për transport të paligjshëm të 30 migrantëve, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Nënpunësit policor dje në orën 11 në afërsi të tuneleve në autostradën në drejtim Demirkapi Veles kanë vërejtur një automjet transportues Mercedes drejtuar nga LM nga fshati Tanush, i cili nuk është ndalur nga shenja dhe nga ana e policisë. Pas disa kilometrave, LM e ka ndaluar automjetin pas shka ka ikur së bashku me bashkëudhëtarin RJ nga Shkupi. Policia e ka arrestuar LM, ndërsa bashkëudhëtari RJ ka arritur të ikë. Pas kontrollit të automjetit në hapësirën për transport janë gjetur 30 migrant nga Afganistani, Iraku dhe Kongo, të cilët janë arrestuar në stacionin policor Negotin. Policia merr masa për gjegjen e bashkëudhëtarit RJ dhe për zbardhjen e plotë të rastit. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni. Në shënimin e ditës së Europës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shpallur sot publikisht betejën e radhës, atë të përmbushjes kritereve për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kurse teoricien shqiptar pohojnë se projekti i tyre për Shqipërinë e Madhe mund të realizojnë për më pak se 7 vjetët e ardhshme. Në shënimin e ditës së Europës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shpallur sot publikisht betejën e radhës, ato të përmbushjes së kritereve për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mustafa ka pohuar se Kosova ka të gjitha vlerat për të bërë pjesë e këtij bashkimi shtetesh dhe kombesh të lira, por sipas Mustafës, Kosova duhet të dëshmojë vullnet dhe fuqi për të vendosur ligjin dhe për të luftuar korrupsionin e krimin e organizuar. Këtë ditë të Evropës ne shënojmë me disa rezultate të prekshme përveç MSA-s dhe liberalizimit të vizave, edhe në fushën e sportit kemi mbritur të thyejmë barriera të mëdha. Tashmë talentet e shumë në sportet e ndryshme kanë fituar mundësinë për të garuar me konkurrentët e tyre evropian, duke përfaqësuar me dinjitet simbolet e shtetit të tyre, Republikës së Kosovës. Kosova është tashmë pjesë e UEFA-s dhe shpejt edhe e FIFA-s, ka shtuar Mustafa. Mëtej ka shkruar se Kosova po prodhon stabilitet në rajon pasi që po krijon marrëdhënie të mira me fqinj, ku ka përmendur dialogun me Serbinë. Teoricien shqiptar pohojnë se projekti i tyre për Shqipërinë e Madhe mund të realizohet pas më pak se 7 vjetëve të ardhshëm, sepse, siç kanë thënë ata në analizat e veta, Evropa e dobësuar nuk do të ketë as forcë dhe fuqi ushtarake që t'ju dalë ndesh kërkesave shqiptare dhe ne vetëm duhet të jemi të durueshëm.
Nëse Perëndimi ka shpresuar se ëndra për Shqiprinë e Madhe është vetëm ëndër, duket se ajo po ballafaqohet me ankth, konstaton gazeta serbe Vijesti Online. Ndërsa nga ana tjetër ambasadori i Britanisë së Madhe Ruari O'Connell, siç ka thënë, është i brengosur që bashkimi i Kosovës me Shqiprinë tingëllon si kërcënim. Evropa sipas këtij portali serb nuk e ka kuptuar se me njohjen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, në fakt e ka filluar fazën e parë të këtij qëllimi politik të kombit shqiptar. Nëse dhe kur Kosova qoftë si vëzhgues merr karrigen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ajo do ta shpallë referendumin për bashkimin me Shqiprinë, mendojnë analistët. Sepse qëllimi i tyre i fundit nuk është që t'i njohë Serbia, por vetëm Kombet e Bashkuara dhe bota, shkruan kjo gazetë, që mund të lexohet edhe si fillim fushate të Serbisë kundër synimeve të Kosovës për pranimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kandidatja demokrate për presidente Hillary Clinton është një hap më pranë në përpjekjet për të marrë emërimin e partisë së saj si përfaqësuese demokratëve në zgjedhjet e nëntorit. Kurse Parlamenti i Greqisë e ka miratuar paketën e reformave financiare para takimit të përcaktuar të ministrave të financave të Bashkimit Evropian. Të ndjekim kronikën në vazhdim për më shumë detaje. Kandidatja demokrate për president Hillary Clinton është një hap më pranë në përpjekjet për të marrë emërimin e partisë së saj si përfaqësuese e demokratëve në zgjedhjet e nëntorit. Ajo siguroi fitore dje në zgjedhjet e zhvilluara në ishullin e Guamit, një territor amerikan në paqësor. Si rezultat, ajo merr 4 nga 7 delegatët e ishullit. Rivali i saj demokrat Bernie Sanders merr 3. Zonja Clinton ka më shumë se 93% të delegatëve që i duhen për të marrë emërimin e partisë. Nga ana tjetër, manjati amerikan Donald Trump, i cili pritet të përfaqësojë Partinë Republikane në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, i ka intensifikuar akuzat kundër zonjës Clinton. Gjatë një aktiviteti për fushat në shtetin Washington, zoti Trump bëri një seri ofezash në adresë të zonjës Clinton, duke thënë se ajo është e martuar me një prej abuzuesve më të rëndë të grave në histori, një njeri që ka nëpërkëmbur një numër grash. Kjo, tha ai, e bën vetë Hillary në abuzues të grave që ai ka lënduar, pasi ajo i qëndroi në krah të shoqit. Parlamenti i Greqisë e ka miratuar paketën e reformave financiare para takimit të përcaktuar të ministrave të financave të Bashkimit Evropian. Në parlamentin prej 300 vendesh, vetëm 153 deputet të koalicionit qeverisës votuan për uljen e pensioneve dhe rritjen e taksave. Të gjithë deputetët opozitar votuan kundër. Nesër në Bruksel, ministrat e Bashkimit Evropian pritet të takohen për të shqyrtuar implementimin e kushteve lidhur me kredin prej 95 miliard dollar, me qëllim që të lejohet pagesa e këstit të ardhshëm për Greqinë. Ky votim u bë të njëjtën ditë ndërsa mijëra grek protestuan në Athinë kundër reformave jo popullore. Ka pasur edhe përleshje ndërmjet demonstruesve dhe pjesëtarëve të forcave të sigurisë, ku nuk munguan bombat molotov dhe gazi. Shkëndia ka shënuar fitore bindese 3-0 përballë Sileksit në ndeshjen e gjiros së 4 të play-offit të ligës së parë, kurse huliganët kanë sjellë një tragjedi të madhe në futbollin brazilian. Për më shumë detaje rreth sportit të ndjekim kronikën në vazhdim. Shkëndia ka shënuar fitore bindese 3-0 përballë Sileksit në ndeshjen e gjiros së 4 të play-offit të ligës së parë, e fundit si vendasën e këtë sezon dhe e parafundit në kampanjë. Pas disa rasteve të humbura, baraspeshën e prish Viktor Nildëgjufo që lëshon një prell të vërtet dhe ndalet në rrjetën kundërshtare për epërsin 1-0. Deri në fund të pjesës së parë, Shkëndia pati edhe raste të tjera për të shënuar, mirë po në pauzë u shkua me epërsi minimale. Ndryshimi i radhës ndodhi në minutën e 49, kur pas një rivënje nga këndi, Cuculi kthen topin për Pollazhanin, i cili plason në rrjet për 2-0. Shkëndia dominante dhe krijonte raste që nuk u shfrytzuan, ndërsa Sileksi kanosjet e para i solli pas më shumë se një orë lojë, ku fillimisht Bilali çoi topin në shtyll pas një arkimi nga këndi, ndërsa më vonë Gjanov godet fort mirë po jashtë portës. Në minutën e 74, publiku përshëndeti me ovacionin kuadrimin e lojë të kapitenit Ferhan Hasani, ndërsa Buba u faleminderua me gol 5 minuta më vonë kur ndoqi mirë një aksion të Demirit dhe Alimit për të përcjellur topin në rrjetën e Sileksit dhe duke vendosur rezultatin final, Shkëndia 3, Sileksi 0.
Loja e mirë dhe fitoria ka kënaqur spektatorët e pranishëm, ndërsa pas përfundimit të takimit, ballistët bashkë me lojtarët festuan 3 pikshin duke lënë së bashku takimin e radhës në finalin e kupës më 16 maj në Shkup. Nga ana tjetër, ekipi Vardarit me rezultat 2-0 ka mposhtur ekipin e Shkupit duke vendosur dhe përfundimisht titullin kampion në vitrinat e këtij ekipi, e që është edhe e 10-ta me radhë. Në ndeshje tjera janë shënuar këtë rezultate: Bregalnica Rabotnički 0-0, Metallurgu Mladosti 4-0, Vardari Shkupi 2-0, Shkëndija Sileksi 3-0 dhe Renova Horizont Turnova 1-0. Në tabelin e klasifikimit në një xhiro para përfundimit janë Vardari me 77 pikë, Shkëndija me 72 pikë, kurse Rabotnički dhe Sileksi ndaj vendin e tretë me nga 43 pikë. Shkupi me 38 pikë mban vendin e 5, ndërsa 6 ekipet e play-offit i përmbyll Bregalnica me 37 pikë. Në garën e play-outit, tabelës i prin Renova me 44 pikë, një më shumë se Horizont Turnova që mban vendin e 8, e cilat qenë në ndeshjen e balotazhit. Kurse 2 ekipat e cilat do të lëshojnë ligën e parë janë Metallurgu dhe Mladost, të cilët nuk kanë tubuar më shumë se 19 pikë. Huliganët kanë sjellë një tragjedi të madhe në futbollin brazilian. Në ndeshjen mes CSA dhe CRB u përjetua një ndër skenat më të tmerrshme që janë parë ndonjëherë në fushën e futbollit, të cilat e kanë edhe një tifoz të vdekur. Autoritetet braziliane kanë konfirmuar që pas goditjeve të shumta njëri prej tifozëve ka ndëruar jetë në fushë. Federata e futbollit brazilian pritet të marrë vendime drastike pas këtij turpi të madh. Klubi i futbollit Ferronikeli ka fituar edhe një titull kampion të dytë në rresht, por titulli i fituar të dielën në Gjilan, 3 xhiro pa përfunduar edicionet 2015-2016, është vlerësuar i veçantë nga trajneri, lojtarët dhe anëtarët e kryesisë. Skuadra nga Drenasi është kampione e parë e Kosovës pas pranimit të UEFA. Me këtë sukses, skuadra nga Drenasi pritet të marrë pjesë në fazën paraeliminatore të Ligës së Kampionëve për stinorin që vjen. Bashkë me këtë, edhe 250.000 euro nga fondi UEFA-s për shpërblime. Sipas Federatës së Futbollit të Kosovës, 3 ekipe kosovare do të shpërblehen nga UEFA: kampioni me 250.000 euro, nën kampioni me 200.000 euro dhe fituesi i kupës me 200.000 të tjera. Por kaq ekipe pritet të dalin në garat evropiane, por për këtë sakt do të vendoset në fund të këtij muaji, ka njoftuar UEFA. Të nderuar shikues, kjo është e tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.